Nën kujdesin e veçantë të drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi në kuadër të 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Ministri e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Erjona Ismaili, deputeti Piro Vëngu, kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës Klevis Kaso, organizuan një takim që bashkoi vlerësimin për veteranët dhe themeluesit e Partisë Socialiste në Vlorë me energjinë e brezit të ri, që i bashkohet kësaj force politike. Në këtë aktivitet morën pjesë deputetë të qarkut, autoritetet vendore, si dhe 10 socialistë të rinj të angazhuar në Partinë Socialiste. Gjatë takimit u shpërndan medalje dhe vlerësimi për kontributorët ndër vite, ndërsa të rinjt morën kartat e reja të anëtarësimit në një atmosferë festive dhe simbolike për historinë dhe të ardhmen në kësaj force politike. Në fjalën e tij, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi vlerësoi figurat e Partisë Socialiste ndër vite, duke u ndalur tek rrugëtimi dhe fitoret historike të kësaj force. Sot është një takim ndryshe, një takim që shënon edhe fillimin e festimeve të 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste, këtu në Vlorë. Ministri e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Erjona Ismaili shprehu mirënjohjen për kontributin e socialistëve të orëve të para, ndërsa vlerësoi afrimin dhe angazhimin e të rinjve në Partinë Socialiste. Është me të vërtetë shumë kënaqësi dhe emocion të jem sot në këtë aktivitet shumë domethënës, por aq sa domethënës edhe i rëndësishëm. E para i rëndësishëm për faktin se tani që ju shoh dhe përballë, kemi kaq shumë histori me njëri tjetrin, me censusin der me fushata, me takime, me broritje, me Daulle thot Zarja, se vdes për një histori me Daulle Zarja. Po është me të vërtetë edhe shumë e rëndësishme dhe domethënëse për faktin se është domosdoshmëri për gjatësinë e një partie, lënia e stafetës së punës. Edhe kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës Klevis Kaso theksoi rëndësinë e unitetit dhe organizimin e strukturave socialiste në qytet. Partia Socialiste tjetër organizata më e madhe partijake në vend, por është një organizatë për të marrë shembull jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj, duke qenë konsistente në numra, duke u rritur në mënyrë progresive për të arritur deri në atë që drejtuesi politik tha në 83 mandate dhe në një dominim absolut për të vazhduar të transformoj Shqipërinë nga rrjedhësisht nga ana infrastrukturore, por edhe në anën sociale dhe të gjitha kontributet e tjera që ky vend meriton. Deputeti Piro Vëngu vlerësoi figurat dhe kontributin e socialistëve ndër vite, duke theksuar rëndësinë e trashëgimisë politike të Partisë Socialiste. Dhe këtu sot kemi përballë nesh shëmbëltyrën, shembujt, modelin e njerëzve që jo vetëm kanë sakrifikuar, por kanë pasur dhe durimin, kanë pasur edhe përulësinë, dhe në fundit përulësia është një formë dashurie për vendin, dashurie për shoqërinë dhe dashurie për njëri tjetrin. Përshëndetën në këtë aktivitet edhe deputeti Vullnet Sinaj, deputeti Abrisida Çakëri, prefekti Avis Sallushi dhe kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka. Socialisti thjesht kontribues për Partinë Socialiste dhe gati po shkoi 10 deputet. Është kënaqësi e jashtëzakonshme që i kam shërbyer Partisë Socialiste si një socialist i thjesht edhe i shërbej dhe sot si deputet. Doja që të thosha të gjitha sukseset që ka Partia Socialiste vijnë nga shumë gjëra dhe ajo që është më kryesorja që në ADN-n e Partisë Socialiste është mirënjohja për ata që kontribuan në fillim, për ata që themeluan Partinë Socialiste, për ata që u përpoqën dhe luftuan për ta sjellë Partinë Socialiste në pushtet, për ata që luftuan aq fort kur ishin në opozitë, historitë që i dëgjojmë për ditë kur i takojmë, për kontributin që kanë dhënë ata, për sakrificat që kanë dhënë ata në ndrysnim do thosha e regjimit të Berishës në atë kohë, edhe kutitë e votimit kishin sakrificat jashtëzakonshme për t'i çuar dhe për t'i numëruar për mos lejuar të humbiste asnjë vot. Mirënjohje të jashtëzakonshme për kontributorët e Partisë Socialiste në kohët e vështira. 35 vjet histori të Partisë Socialiste, në fakt janë 35 vjet punë dhe kontributi juaj. Jam shumë e lumtur të jem këtu midis jush. Por dua t'ju them dy fjalë, nuk është thjesht të drejtosh Partinë Socialiste, nuk është thjesht në 35 vite, por ju e rritët këtë parti, ju e krijuar këtë parti dhe e mbrojtët në vitet më të vështira që kanë qenë vitin 92-96. Në ato vite që kërkoni guxim, kërkoni kurajo dhe kërkoni sakrificë. Ju e bët më mirë se çdo kusht tjetër. Patjetër në fitore vinë gjithë, por ju ke qenë në momentet më të vështira. Dua të shpreh një moment mirënjohje edhe për kryeministin, për kryetarin e partisë Edi Rama, i cili na ka udhëhequr drejt fitoreve të një pasnjëshme.
Sot do t'ja jap dekoratën time Astrid Hamzajt. Nuk e di nëse është prezent. Një histori sakrifice, besimi dhe qëndrese. Vlora ka qenë gjithmonë e majta dhe një pikë e forte së majtës shqiptare, në ditë të vështira, por edhe në ditë transformimi dhe në ditë zhvillimi. 35 vjet krenari. Krenari pasi jemi pjesë e partisë që nuk tradhtoi në asnjë moment interesin kombëtar. Dhe kjo mendoj na bën krenar të gjithëve, që nga ata të orëve të para, por dhe ne që vazhduam në rrugtimin e tyre. Ndërkohë, edhe figurat e vlerësuara në këtë takim, si ish deputeti Fatmir Toçi, Arbeni Saraj, Luiza Hoxha, por edhe kontributorët si Zare Balla dhe Lëndu Sheganaj, Çirim Hoxha, Sejmen Gjokoli, Kanan Shakaj, Mariana Cani, Frosina Londo e të tjerë, shprehën mirënjohjen për vlerësimin e marrë dhe kujtuan momentet më të rëndësishme të angazhimit të tyre në Partinë Socialiste. Takimet për vlerësimin e kontributorëve ndër vite pritet të vijojnë edhe në ditën e vijim, ndërsa aktivitetet do të kulmojnë më 5 qershor me ardhjën në Vlorë të kryeministrit Rama.